Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë ka për të ditur se pas formimit të qeverisë së re pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit, SBA-ja synon të thellojë partneritetin me Kosovën dhe të avancojë prioritetet e përbashkëta. Në një komunikim me Radion Europa e Lirë, një zëdhënësi e ambasadës deklaroi se kjo do të përfshijë dhe rinisjen e dialogut strategjik, një proces i pesulluar për një periudhë të pasaktuar të këtij viti. Synojmë të punojmë ngushtë me ekzekutivin e ardhshëm për të avancuar agjendën tonë të përbashkët me paqe rajonale, stabilitet dhe prosperitet ekonomik të ndërsjellët, tha zëdhënësi amerikan, duke theksuar se qëndrimi vjen pas një periudhe tensione të raportuar në marrëdhëniet mes dy vendeve. Raportet mes Kosovës dhe SBA-s kanë pasur vështirësi gjatë qeverisjes në detyrë të kryeministrit Albin Kurti, i cili në një intervistë me 11 dhjetor në kanalin 10 deklaroi se marrëdhëniet janë më shumë të mira dhe se mospajtimi kryesor ka qenë kryesisht për çështje lidhur me Serbinë. Ai gjithashtu theksoi se në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë bashkëpunimi ka qenë më i fortë se kurrë. Megjithatë, SBA-ja kishte shprehur më parë zhgënjim për disa veprime të qeverisë në detyrë, duke theksuar se ato krijuan pasiguri dhe paqëndrueshmëri në Kosovë. Shtetet e Bashkuara tani shohin mundësinë për rivendosjen e një dialogu të qëndrueshëm dhe për bashkëpunim të thelluar me qeverinë e re, duke synuar stabilitet dhe zhvillim ekonomik në rajon.